Dita e 25. Pierre Viret, 1511-1571. Buzëqeshja e reformimit, nga Douglas Wilson. Pierre Vireja lindi në vitin 1511. Ai ishte apologjet, orator, humorist dhe ekonomist. Thënë shkurt, një njeri shumë përpara kohës së vet. Përveç gjithë kësaj, ai ishte edhe një teolog i madh. Një biografi e shkruar kohët e fundit nga Jean-Marc Berthoud për Pierre Viret mban titullin Një gjigant i harruar i reformimit, një nëntitull i cili e përmbledh më së miri personin dhe veprën e Pierre Virets. Na është bërë zakon të ndalemi te gjigantët e njohur të reformimit, personalitete të tilla si Luteri apo Calvini, dhe kështu kemi harruar se edhe ata kishin vërsnikët e tyre. Njerku i Gjenevës. Vireja ishte mik i ngushtë i Calvinit dhe që të dy ishin borxhli deri në fyt të njëjtit burr, njëri që quhej Guglielm Farelli. Ishte pikërisht Farelli ai që dëgjoi se Calvini po kalonte nga Gjeneva te një jetë e rehatshme studimesh në një bibliotekë diku gjetk, dhe kështu e bindi këtë të fundit që të qëndronte dhe të ndihmonte në veprën e reformimit. Të themi se e bindi është një mënyrë mjaft e zbutur për të përshkruar se çfarë i bëri Farelli Calvinit atë natë. Farelli e mallkoi Calvinin me shkatërrim nëse ky i fundit nuk qëndronte në Gjenevë, sepse William Farelli e tmerroi Calvinin për ta detyruar që të zinte vendin e rëndësishëm që ai do të kishte në historinë e botës. Pierre Vireja ishte zviceran, por kishte studiuar në Universitetin e Parisit. Ai ishte kthyer në besimin e reformuar gjatë qëndrimit në Paris dhe pastaj ishte kthyer në vendlindje, në qytetin e Orbes, për t'u shpëtuar për ndjekjeve që kishin filluar anë mban Francës. Ishte pikërisht Farelli ai që e thiri edhe Viret në shërbes, dhe kështu ndodhi që ky e mbajti predikimin e tij të parë në moshën 20 vjeçare, në maj të vitit 1531. Kjo ndodhi 5 vjet përpara se Farelli t'i punonte qindin Calvinit. Fal shërbesës së tij të pakursyer të predikimit në Orbe, Vireja pati privilegjin e madh t'i shihte prindërit e vet të ktheheshin në besim dhe t'i bashkoheshin në reformimit. Ashtu siç u lidh Calvini me Gjenevën, edhe Vireja u bë i pandashëm nga Lozana. Akademia e Gjenevës me të drejtë u bë e famshme anë mban kontinentit, por duhet thënë se fillesat e saj qenë fryti i punës voluminoze që bëri Vireja në vitet e para të reformimit. Vireja e themeloi Akademinë e parë të reformuar në Lozan në vitin 1537. Akademia u rrit dhe lulëzoi në Lozan, duke pasur në kulmin e lulëzimit të saj rreth 1000 studentë regjistruar pranë saj. Disa prej ish studentëve të saj shkruan katekizmin e Heidelbergut, Ursini dhe Oleviani, si dhe rrëfimin belg Debreja. Drejtori i akademisë që Theodor Beza. Djegja e urave. Mirë po, Vireja u ballafaqua me një sfidë të ngjashme sikurse ajo e Calvinit, e cila kishte të bënte me mënyrën se si duhej ushtruar disiplina kishtare në një kishë të kontrolluar nga shteti. Me qenë se Lozana gjendej nën autoritetin e qytetit të Bernës dhe me qenë se autoritetet civile nuk e lejonin disiplinën kishtare pa lejen dhe aprovimin e tyre, pikërisht për këtë shkak, ai qytet lëngonte në një prishje të vazhdueshme morale. Një shembull flagrant i sa më lartë ishte rasti një burri që kishte hapur një shtëpi publike në shtëpinë e së ëmës, por që Berna vendosi që t'i jepej darka e Zotit me gjithë protestat e forta të kishës së Lozanës. Sipas biografit Jean-Marc Berthoud, në shkrimet e tij polemike, Vireja shpesh shkruante që Papa i Bernës me veladon të shkurtër, shteti absolutist, ishte një armik shumë më i keq për besimin se sa ishte Papa i moshuar i Romës me veladonin e tij të gjatë. Pas shumë përgjërimesh, Vireja vendosi që kishte ardhur çasti për t'ia vënë shtegun tek thana Papës së Bernës. U kërkoi autoriteteve vendore që ta shtynin një shërbes darkë e Zotit, me qëllim që ai të kishte mundësi të shqyrtonte dhe të udhëzonte ata që do të vinin për t'u kunguar. Kur princat e Bernës e dëgjuan këtë, ata u tërbuan dhe kërkuan që Vireja të shkarkohej në vend,
gjë e cila ndodhi. Pastaj Vireja shkoi në Gjenevë dhe në shenjë proteste, i gjithë personeli pedagogjik i akademisë dha dorëheqjen. Si rezultati i kësaj, pak muaj më vonë u themelua Akademia e Gjenevës. Me pak fjalë, Akademia e Lozanës u zhvendos në Gjenevë dhe bashkë me të u zhvendos edhe reja e bekimeve që e shoqëronte këtë institucion arsimor. Për herë i buzëqeshur ky reformatori. Fareli që përmendëm më lart ishte plotësisht ortodoks për sa i përket doktrinës, por duhet pranuar që zjarri që i digjej për brenda ja kishte djegur edhe mendjen. Ndryshe prej tij, Vireja ishte shumë më i ekuilibruar. Edhe pse Vireja ishte një polemist i efektshëm dhe as pak një paqebërës kishtar, pas vdekjes së tij në vitin 1571, fitoi Novkën buzëqeshja e reformimit. Vireja dinte se si të ishte luftarak, duke qenë një herësh edhe mjaft tërheqës. Dhënë Zoti që fara e këtij burri të shquar të reformimit të rishfaqet dhe të shtohet në numër.